Dhe do të përqendrohemi pikërisht tu, tek ajo se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Kam në lidhje të drejtë për një analizë ish ambasadorin Sokol Gjoka. Zoti Gjoka, ju përshëndes, faleminderit që jeni na dy CNN në këtë bisedë së bashku. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi si gjithmonë. Zoti Gjoka, po përjetojmë të paktën pavarësisht se ne jemi mijëra kilometra larg, por një luftë të mirëfillt. Panorama është e tillë. Tashmë Irani po bombardohet, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flas gjithmonë për impjantet bërthamore, por sot edhe nga Izraeli. Kjo është një situatë e pashmangshme, pra që të mbërrimin deri këtu, apo mund të ishte shmangur, mund të ishte tejkaluar, mund të ishin gjetur të tjera mënyra. Si e gjykoni? Mendimi im është që Iranit janë dhënë shanset për të reaguar në rrugë diplomatike. Pra që çështja mos kalonte deri në veprime luftarake. Dhe në këtë kuadër mendoj se shanset e humbura në rrafshin diplomatik shtrënguan komunitetin ndërkombëtar dhe veçanërisht edhe Bashkuarat e Amerikës dhe Izraelin si iniciator i gjithë këtij reperkusioni, që të shtrengonin Iranin në pikpamjen ushtarake, duke e dobësuar atë ushtarakisht, kryesisht me goditje ndaj raketave balistike, bazave ushtarake, por ajo që ishte më e rëndësishme ndaj përgatitjes së armëve bërthamore. Kështu që në këto kushte gjykoj që përdorimi i shkopit dhe i karrotës ka qenë në një farë i balancuar në raport me Iranin dhe jemi këtu ku jemi sot, ku goditjet ushtarake të këtyre dy fuqive të mëdha, një rajonale, një botërore, pra Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë qenë të goditura kryesisht me objektiva të përcaktuar mirë dhe në ato që kanë bëjnë me objektiva të përgatitjes së armëve bërthamore nga ana e Iranit. Që do të thotë, zoti Gjoka, që edhe sulmi apo goditja amerikane nuk ishte surprizë, ishte e pritshme, pavarësisht se presidenti amerikan Donald Trump gjithmonë ka thënë, të paktën është quajtur si një paqebërës, është kundër luftës, por gjithsesi gjykoni se lufta ndaj Iranit ishte e pritshme. Mendoj se po, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht posedojnë disa bomba, disa avion ushtarak, të cilët janë të përdorshëm në aktivitetet sulmuese të këtij karakteri për të goditur objektiva të përgatitjes së armëve bërthamore nga ana e Iranit, në thellësi nëpër tunele, gjë që Izraeli nuk e posedon. Kështu që Izraeli filloi goditjet e para dhe me objektiva dhe ata të mirë përcaktuara, si në të tre impjantet bërthamore të Iranit, por edhe në stafin e shkencëtarëve dhe akademikëve dhe në stafin e lartë të vendimarrjes ushtarake të Iranit, për të dhënë sinjalet e duhura se ku priste Irani të goditej. Natyrisht që presidenti Trump gjatë fushatës së tij elektorale, por edhe më pas është deklaruar që unë ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të veprojnë për të nxitur luftra, por përkundrazi për të shuar ato. Por në rastin konkret ishte një veprim për mendimin tim i dur, në kohën e dur, në mënyrë që Irani të hiqte dorë nga politikat e tij të pasurimit të uraniumit dhe përgatitjes së armëve bërthamore. Po pyetja që shtroi tani Ju lutem regjisë, kam jehon në kufit e juaj. Dëgjon, okay, mirë. Shpresojmë që të rregullohet ky problem. Zoti Gjoka, pra është i pashmangshëm, vetë Irani e orientoi, le të themi, këtë realitet vetë deri këtu. Ishte paralajmëruar.